marrëveshje? Për çfarë marrëveshje? Që të kemi takime me subjektet politike për të dalë nga kjo situatë, por kam thënë edhe në vazhdimsi që nuk varet nga lëvizja vendosje, pra nuk varet vetëm nga lëvizja vendosje, për të mos u keq cituar. Pra ne jemi përgjegjës sa janë përgjegjës edhe deputetët e tjerë të subjekteve tjera politike. Nuk kam pasur mundësinë që ta lexoj këtë plan, nuk mund si me thonë ti komentoj pikat përsa ko nuk i kam lexuar, por ajo që ka është e rëndësishme është që është absurde të propozosh që të mblidhemi për diskutuar 15 pikat kur ne s'po mund të merremi vesh për konstituimin e kuvendit. Ka një rend të gjërave këtu. Së pari duhet të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, pra duhet të ketë unitet, duhet jemi të unifikuar për ta konstituar kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe më pas të flasim pra për çështje tjera. Në këtë drejtim ju e dini që lëvizja vendosje ka qenë e hapur që të jetë LDK-ja partnere në koalicionin e ardhshëm me qeverinë Kurti 3, por kjo është refuzuar. Pra ata kërkojnë qeveri të unitetit dhe unë nuk e kam të qartë se çka saktësisht po kërkojnë që të gjitha partitë politike të jenë në qeveri bashk. A duhet kuvendi i Republikës së Kosovës të ketë opozit? Demokracia këtë e kërkon, pra të ketë qeveri dhe në anën tjetër të ketë opozit. Nuk e kuptoj qasjen e LDK-s dhe insistimin që me domosdoshmë ta ketë LDK-n në partneritet, pra në koalicion. Nuk e ka vetëm PDK-n, e ka edhe AK-n. Pra insistimi i LDK-s që jo pa PDK-n për mua është i paqartë.